Mirëmbrëma të dashur miq, ja ku po takohemi sërish në emisionin A më dëgjon. Këtë herë në këtë muaj të shenjtë do të flasim për rëndësinë e muajit Ramazanit, do të flasim për agjërimin, për iftarin, me patjetër që do t'i dedikonim një muaj vetëm muajit të shenjtë të Ramazanit. Sonte, në këtë të mërkur, me mua në studio është hoxha i nderuar Muhamet Sadiki nga Studeniçani apo zonës Karshiakës. Ashtë, nga Studeniçani. Unë jam shumë i lumtur që e pranuat ftesën, jam shumë mirënjohës që t'ju kem në studio, kam dëgjuar fjalët më të mira dhe sinqerisht ju komplimentoj për punën që bëni. Ju falënderit edhe juve për ftesën, nder për mua që t'jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit shumë, i nderuar hoç. Kaluam një javë agjërueshëm, shqyr Zoti na dha mundësinë që t'jemi me energji të mirë, ta kalojmë bukur mirë. Unë e di që ju tashmë keni më shumë angazhime, sepse të paktën hoxhallarët i përkushtohen edhe më shumë për të dhënë për të bërë ligjërata në xhamit, por edhe për të falur namazet, por sinqerisht jam shumë i lumtur që e pranuat ftesën. Si fillim do të nisim me pyetjen për të gjithë publikun, çfarë është agjërimi dhe pse është kaq i rëndësishëm gjatë muajit të Ramazanit? Agjërimi i muajit të Ramazanit është shumë i rëndësishëm, sepse është prej shtyllave kryesore të fesë islame, prej 5 shtyllave kryesore të fesë islame. Si adhurim radhitet i dyti me radhë, me njëherë pas namazit që është shtylla kryesore e fesë islame, adhurim më i madh pas namazit është agjërimi i muajit të Ramazanit. Është i muaj shumë i rëndësishëm, muaj shumë i vlefshëm, muaj shumë i bekuar, shumë i begat, me shumë urtësi dhe dobi. Zoti Xhalleshanuhu neve na ka urdhëruar me urdhër të prerë që ta agjërojmë muajin e Ramazanit. Kur në Kur'anin famëlar thot Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattakun. Që do të thot, o ju që keni besu, është bë juve obligim agjërimi i muajit të Ramazanit, ashtu siç ishte obligim edhe për popujt para jush, që ju të bëheni të devotshëm. Kjo pjesa e fundit e këtij ajeti të Kur'anit famëlart ka domethënie shumë të madhe. Fjala takva, devotshmëri, në Kur'anin famëlart përmendet në më shumë se 300 vende, në 300 versete të Kur'anit famëlart. Ka kuptim shumë të madh. Pra, Allahu Xhalleshanuhu në këtë ajet të Kur'anit famëlart na e bën me dije se ne obligon agjërimin e muajit të Ramazanit dhe ne bën të qartë arsyen përse duhet të agjërojmë muajin e Ramazanit. Pse agjërojmë muajin e Ramazanit? Muaji i Ramazanit thot arsyeja kryesore është që të arrijmë devotshmërinë, të arrijmë këtë nivel që është nivel shumë i lartë për besimtarët. Qëllimi të gjitha ibadeteve, adhurimeve që i bëjmë ndaj Zotit është që ne të bëhemi besimtarë të devotshëm. Në veçanti, qëllimi i agjërimit është devotshmëria. Këtë nivel mund të arrijmë nëse agjërojmë ashtu si na porosit Allahu Xhalleshanu neve të agjërojmë muajin e Ramazanit. Ashtu si është ai i kënaqur të agjërojmë muajin e Ramazanit. Duke e agjëru me agjërim, do të thot me gjithë zemër. Të agjërojmë se sipas dietarëve agjërimi ndahet në 3 lloje. Në 3 lloje. 3 lloje. Ka agjërim të njerëzve të zakont, ka agjërim të njerëzve të veçantë, edhe ka agjërim të njerëzve teje të veçantë, tepër të veçantë. Agjërimi i njerëzve të zakont
është largimi vetëm nga haja dhe pija. Ndërsa agjerimi i njerëzve të veçantë është përveç se largohen nga haja, pija, natësitë e epshit, i ruajnë edhe të gjitha gjymtyrët e trupit. Pra, e ruajnë shikimin e tyre, e ruajnë dëgjimin e tyre, nuk prekin me të gjitha gjymtyrët e trupit, me duar nuk prekin të ndaluarën, me këmbë nuk ecin nëpër vende të ndaluara. Kështu pra agjerojnë me të gjitha gjymtyrët e trupit. Kjo ka kuptim shumë të madh se e ndalon gjuhën nga fjalët e këqija, por edhe të gjitha gjymtyrët nga veprat e këqija të ndaluara që janë haram. Ndërsa agjerimi i njerëzve teje të veçantë është agjerim përveç se ndalohet nga haja, pija dhe knasitë e epshit, edhe i gjymtyrët i ruan, agjeron edhe me zemër, edhe me mendje, edhe me shpirt. Pra, ky është agjerimi që e dëshiron Allahu xhalleshanuhu prej neve të agjerojmë. Allahu xhalleshanuhu na ka bë obligim të domosdoshëm agjerimin për çdo besimtar dhe besimtare muslimane, për ata që janë të shëndosh, janë të mençur, janë në moshën madhore, janë të liruar ata që janë të sëmur, nuk kanë mundësi të agjerojnë, dhe ata që janë në udhtim. Ata do t'i agjerojnë ditë për ditë, ditët që e kanë prish agjerimin. Agjerimi është një adhurim tejet i veçantë, është një adhurim shumë i rëndësishëm, është një adhurim që dietarët e quajnë adhurim i sinqeritetit. Adhurim i sinqeritetit, sepse çdo vepër njeriu që e bën për veten. I kthehet pra vepra atij që e bën, i kthehet prej në këtë botë. Bën mirë, i kthehet. Pra bën për veten e tij, përveç agjerimit. Agjerimin e bën vetëm për Zotin xhalleshanu, për Allahun xhalleshanu. Andaj Zoti në hadithi kudësi që transmetohet nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë, ne ka transmetu këtë hadith, Zoti xhalleshanu thot: kullu amal ibni Adam lah illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Çdo vepër e birit të Ademit, e njeriut, është për veten e tij, përveç agjerimit. Agjerimi është për mua dhe unë do ta shpërblej për të, për agjerimin. Do të thotë e merr përsipër Allahu xhalleshanuhu, namazin e fal për veten, të gjitha punët e tjera të mira që i bën për veten e tij dhe i kthehet shpërblimi për to me njëherë. Ta agjerimi është diçka e veçantë, se e merr përsipër Allahu xhalleshanuhu. Thotë agjerimin e bën për mua dhe unë do ta shpërblej për të. Kjo është adhurimi i sinqeritetit, e bën vetëm për Zotin, sepse njeriu ka mundësi që mos ta shoh askush, të mbyllet në dhomën e tij, të mbyll dyer dritarësën, është i lirë të hajë dhe të pijë, dhe të thotë që jam agjerueshëm. Mirë, po nuk e bën. Pse nuk e bën? Sepse agjeron për hir të Zotit. Agjeron për hir të Allahut xhalleshanuhu. Pra agjerimi agjerohet vetëm për hir të Zotit, andaj ka shpërblimin shumë të madh te Allahu xhalleshanuhu xhalla xhalalu. Agjerimi është një adhurim shumë i rëndësishëm dhe ka dobi shumë të mëdha. E pra këtu doja të dal, Ashtu. i nderuar hoxh. Si ndihmon agjerimi në zhvillimin e vetë kontrollit edhe disiplinës së njeriut, se fatkeqësisht të paktën në ditët ku ne jetojmë, mendoj që ka humbur vetë kontrollit e njerëzit. Ndodhin ca gjëra të çuditshme që ne shokohemi kur i dëgjojmë. Dhe doja të marr mendimin tuaj sa ndikim ka agjerimi, i mban qoftë edhe larg gjërave më të gabuara që një njeri mund të bëjë. Ashtu. Agjerimi luan një rol shumë të rëndësishëm sa i përket vetë kontrollit të vetës. E kjo është shumë e rëndësishme, sepse, siç tham, agjerimin e bën për Zot.
e gjithmonë e bën me besimin, me bindjen se Zoti e sheh, se Zoti e mbikëqyr, se Zoti e përcjell. Andaj ai me këtë mundohet që të largohet nga fjalët, duke filluar nga fjalët e ndyta, largohet nga veprat e këqija, të gjitha veprat e këqija, sepse ka shumë hadithe transmetime nga pejgamberi alayhi salatu vesselam. Thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, ai i cili nuk e lën fjalën e keqe dhe veprën e keqe, nuk ka nevojë Zoti për të që ai të largohet prej hajës dhe pijes. Andaj që të jetë agjerimi i tij i plot, ai duhet të largohet nga fjalët e këqija dhe nga veprat e këqija. Gjithashtu agjerimi edukon besimtarin me edukatën e mirë, me karakterin e mirë, me sjelljen e mirë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam për atë porosit, sidomos rinin e porosit, thot ja ma'shara shabab, men istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija'un. Thot o ju të ri, ai i cili prej jush ka mundësi të martohet, le të martohet. Por ai i cili nuk ka mundësi të martohet, le të agjeroj, sepse agjerimi është mburojë për të. Agjerimi është mburojë për të, është mbrojtje për të. Agjerimi ja ruan edhe nderin, ja ruan edhe moralin, e ruan prej veprimeve të këqija. Gjatë agjerimit, besimtari agjeruesi ndalohet nga haja, nga pija, nga knasit e epshit, prej imsakut deri në iftar. Kjo ja jep një mësim shumë të madh besimtarit musliman, agjeruesit, besimtarit musliman. Vetëm për ta respektuar urdhnin e Allahut xhalleshanuhu, ndalohesh nga haja, nga pija, nga knatësitë e epshit, që në esencë ato janë të lejuara, halal. Largohesh nga haja halal, nga pija halal, vetëm për ta respektuar urdhnin e Zotit xhalleshanuhu. E kjo na jep një mësim shumë të madh, që të ndalohemi prej harameve, prej gabimeve, prej mëkateve, është më parësore. Pra, ne gjatë agjerimit largohemi prej hajës dhe pijes që në esencë janë të lejuara jashta Ramazanit, jashta ditës agjerimit, që të largohemi prej harameve për gjithmonë, prej gjunaheve për gjithmonë, prej mëkateve për gjithmonë, të largohemi nga veprat e këqija, veprat e liga. Kështu pra agjerimi luan shumë një rol të madh edhe për edukimin e njeriut, edhe për largimin e njeriut nga gjitha veprat e këqija që janë shkatërruese, devijuese, që devijojnë nga rruga e Zotit, nga rruga e vërtetë. Hoq, fjala juaj ka shumë peshë. Unë uroj që publiku që është shumë i gjerë në fakt që na shikon, të ta merr si një mësim nga ana juaj që të ndjekin atë më të mirën, se ku ka më bukur që ne të jetojmë me shpirt të pastër në këtë botë. Do më thuash si ndihmon Ramazani për të pastruar trupin edhe shpirtin tonë? Ashtu siç thash, agjerimi ka shumë dobi, ka shumë urtësi, ka shumë vlera, që bile edhe nuk mund të arrim t'i numrojmë aq dobit e mëdha që i ka agjerimi i muajit të Ramazanit. Luan një rol shumë të rëndësishëm edhe në pastrimin e trupit, edhe në pastrimin shpirtëror, pastrimin e shpirtit, në pastrimin e trupit, sepse me agjerim
Pra, edhe trupi i njeriut është i pastërt, sepse gjatë agjerimit kujdeset për pastërtinë në përgjithësi, për pastërtinë e trupit, po aq, pra kujdeset edhe për pastërtinë e brendshme, që është shumë më e rëndësishme se sa pastërtia e jashtme fizike. Pastërtia shpirtërore, Zoti Xhalleshanuhu në Kur'an e cek thot Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar veten e tij dhe ka humbur ai i cili e ka përly veten e tij. E ka përly veten e tij. Kuptimi i kësaj është ka shpëtuar ai i cili e ka edukuar veten e tij me edukatën e Zotit, me edukatën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, me edukatën e mirë, dhe ka humbur ai i cili e ka përly veten e tij. Agjerimi pra luan rolin e pastërtisë shpirtërore, se edukon edhe trupin, edukon edhe shpirtin e njeriut, e pastron edhe shpirtin e njeriut nga ndytësitë e brendshme. Ana shpirtërore ka ndytësitë e brendshme, ato janë shembull zilia, urrëtia, mendje madhësia, inati, xhelozia, kështu. Pra, besimtari në veçanti ai që agjeron. Pra, duhet të ketë kujdes që zemra e tij të jetë e pastërt, shpirti i tij të jetë i pastërt, mendimet e tij të jenë të pastërta, mos mendoj keq në brendinë e vete. Duhet kujdeset shumë për pastërtinë e zemrës, pasi ato janë vend shikim i Zotit Xhalleshanuhu. Njeriu ka dëshirë që kur dal para njerëzve në takime të rëndësishme kështu me radhë, që dukja e tij e jashtme të jetë e bukur, të paraqitet bukur në mënyrë, në veçanti kur ka takime me njerëz me pozitat që janë më të larta, kështu, të duket mirë. Ashtu besimtarit duhet të jetë i pastërt. Pastërtia është gjysma e besimit, lidhet shumë ngushtë me besimin, me imanin e besimtarit musliman. Ashtu duhet të kujdeset edhe më tepër për pastërtinë e brendshme, pastërtinë shpirtërore, nga ato vetit negative që i cekëm, që i përmendëm. Agjerimi këtu luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse nëpërmjet agjerimit besimtari musliman mundohet që ta pastroj veten e tij dhe trupin e tij dhe zemrën e tij dhe shpirtin e tij, që agjerimi i tij të jetë i pranuar te Zoti Xhalleshanuhu. Sa muaj i shenjtë është ky, është shumë muaj i madh. Shumë muaj i shenjtë, shumë muaj i bekuar, vërtet ashtu është. Shumë e vërtet. Çfarë është solidariteti? Është e përmendur shumë në këtë muaj solidariteti. Çfarë vlere ka solidariteti në muajin e shenjtë Ramazanit? Solidariteti ka rëndësi shumë të madhe. Islami jep rëndësi shumë të madhe. Biles edhe agjerimi i muajit të Ramazanit, pra në veçanti, njëri prej mësimeve shumë të mëdha dhe urtësive shumë të mëdha të agjerimit është edhe edukimi i besimtarit agjeruesit që të jetë njeri human, njeri solidar, të solidarizohet me të tjerët. Këtë mësim ja jep çdo një agjeruesi, çdo një besimtari dhe besimtareje muslimane. Praktikisht. Pra, gjatë agjerimit ndalohet nga haja, pija, nga sytë e epshit. Vetëm agjeruesi e kupton dhe shijon urin, e shijon etjen, automatikisht ajo ja jep mësimin se duhet të mendoj për të tjerët, të solidarizohet me të tjerët, të mendoj për ata që nuk kanë me hangër dhe me pi,
të mendoj për ata që vuajnë nga varfëria, të mendoj për ata që nuk është komoditeti tyre haja dhe pija. Prej njerëzve ka pra që ne në përgjithësi duhet shumë të jemi falenderues ndaj Zotit Xhelleshanu, se na ka beku me shumë të mira, me shumë bereqete, me shumë begati. Dhe të mendojmë për ata që nuk kanë, dhe këtë mësim ja jep pra agjeruesit çdo një besimtarit që është agjerues dhe besimtare, që të mendoj edhe për tjetrit, mos bëhet egoist, po lukthi pra, i flet nga brenda, ai zëri i lukthit për të uriturit, që të mendoj edhe për ata, dhe prandaj në muajin e Ramazanit është shumica e dietarëve thonë se është e preferuar që të ndahet zeqati, të jepet zeqati. Shumë është, ka shpërblime shumë të mëdha sadakaja. Dhe në fund të Ramazanit, para namazit të Bajramit, është edhe vajxhib, obligim edhe dhënia e sadakatul fitrit, fitrave që i quajmë ne, apo ajo është edhe një lloj zeqati. Është interesant se zeqati është obligim për ata që e plotësojnë atë kushtin nisabin për ta dhënë zeqatin. Ndërsa sadakatul fitri i përfshin shumicën e besimtarëve musliman. Pra obligohet edhe për ata që përveç nevojave të tyre ditore kanë pak më tepër që edhe ata të japin sadakatul fitr, që edhe ata ta shijojnë dhënien e sadakas. Kjo ka një shije të veçantë. Zeqati edhe sadakatul fitri nuk janë sikurse taksat që jepen, taksat që janë detyrueshme që ja u japim shtetit edhe firmave të ndryshme, po janë edhe adhurim ndaj Zotit Xhelleshanuhu. Pra kur e pagun e jep zeqatin, kur jep sadaka, ushqehet besimtari shpirtënisht. Ka një shije shumë të bukur, ndihet i lumtur, ndihet human, ndihet falenderues ndaj Zotit Xhelleshanuhu që Zoti i ka dhënë atij dhe i ka mundësu atij që solidarizohet me tjetrin, me të afërmin, me vllaun, me motrën, me të afërmit në radhë të parë. Pastaj duke u larguar kështu me radhë me të lagjes, me vendin ku jeton, edhe më gjerë, pra të solidarizohet me gjithë ata që janë të varfër. Zoti ka sprovu me varfëri. Pra, muaj Ramazanit mund të themi lirisht se është muaj i solidaritetit, i humanitetit, i mirësive shumë të mëdha. E përmendët gjatë kohës kur po flisnit motrën edhe vllaun. Në këtë kohë ku ndoshta familjet pak e kanë humbur atë kuptimin, si ka hyri çik xhelozia, hoç po ta shohim vllau me vllaun, jo nuk flasin, motra me vllaun, por në muajin e shenjtë të Ramazanit, ndoshta për hatër të asaj tryezës madhështore që shtrohen ushqimet, e ka dhe këtë solidaritetin që Ramazani bashkon familjet. Ashtë. Të gjithë ulen në një tryezë, për hatër të Ramazanit, bashkohet nëna me të gjithë fëmijët, bashkohet vllau me vllaun, ndoshta dhe dinamika e jetës e ka bërë që të mos takohen shumë sepse është jeta tashmë e rëndë, por sa ndikon Ramazani në aspektet familjare, shoqërore, miqësore, në përditshmërinë në këtë muaj të shenjtë? Muaj Ramazanit është muaj me të vërtet shumë i begat dhe muaj i mirësive shumë të mëdha. Është muaj që e afron familjen, e bashkon familjen më të afërt dhe familjen në përgjithësi, miqësinë, edhe pastaj edhe më gjerë, i bashkon familjen e ngushtë në iftare, pra në syfire. Jashta muajit të Ramazanit, pra vështirë është që të bashkohen e gjithë familja në sofër, që mëngjesin të hajnë së bashku drekën apo darkën,
si që thatë edhe ju, jeta shumë dinamike. Mirë po, muaj Ramazanit të gjithve na bashkon në sofrën e iftarit, në sofrën e sifirit. Pastaj na afron me vlezrit, me motrat, me të afërmit, me miqët, me dashamirët, me të gjithë vlezrit në përgjithësi. Na bashkon në iftare, në gëzime. Andaj, Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur thot se lisaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Agjerusi ka dy gëzime, kur bën iftar dhe kur do të atakoj Zotin e tij me agjerimin e tij. Iftari është një gëzim i veçantë që përjetojnë agjeruesit. E gjithë familja e ulur bashk në sofër dhe pret momentin për të çelë iftarin. Jo pse do të hajë dhe do të pi, po pse ka arrit agjerusi që të agjeroj atë ditë dhe është zbashku me gjithë antarët e familjes, me miqet, me dashamirët, me shokët dhe bën iftar. Është një përjetim, një kënaqësi shpirtërore e veçantë kjo e iftarit. Do të gëzohet edhe më shumë kur do të takoj Zotin me agjerimin, me shpërblimet e mëdha të agjerimit që i ka përgatitur Zoti për agjerusit. Siç e thatë, është e detyrueshme, obligueshme, e patjetër që ne ta duam njëri tjetrin, ta duam vllaun, ta duam motrën. Mos të i kpusim lidhjet parafisnore, lidhjet e gjakut. Këto t'i mbajmë. Në shumë vende Zoti na urdhnon që t'i ruajmë lidhjet farefisnore, lidhjet e gjakut. Na ndalon rreptësisht që të hidhrohemi mes vete. Mund të hidhrohemi, po nuk lejo të qëndrojmë të hidhruar më shumë se 3 ditë. Të mbajmë lef. Të mbajmë lef, të mbajmë hidhrim më shumë se 3 ditë. Po duhet të nxitojmë, të pajtohemi, të afrohemi, të vizitohemi, të ftojmë njëri tjetrin, të ftojmë gjatë muajit të Ramazanit iftar, vllaun, motrën, të afërmin, mikun. Ka shpërblime shumë të mëdha. Ai i cili një agjerusi t'i jep një iftar, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, thot i ka shpërblimet edhe të atij agjeruesit, pa ju paksu shpërblimet e tij, pra. Paramendon është sevap shumë i madh një agjeruesit t'i japsh iftar. E në veçanti, pra, të afërmit, vllaut, mikut, motrës, të afërmve. Pastaj edhe në përgjithësi. Pra, është muaji i dashurisë, është muaji i respektit, është muaji që na afron mes vete, familjen, të afërmit, miqasin. Kështu na don Zoti agjerus. Nëse ne agjerojmë, mirë po, lidhjet farefisnore nuk ju kushtojmë rëndësi. Apo qëndrojmë, i ndërprejmë lidhjet farefisnore, që është mëkat shumë i madh. Nuk folim me njëri tjetrin, nuk kemi respekt ndaj prindërve, ndaj vëllezërve, ndaj motrave, ndaj të afërmve. Atëherë pikpyetje e madhe është, a agjerimi ynë a pranohet te Zoti xhaleshanuhu. Nëse raportet tona mes vete nuk i kemi si duhet, nuk i kemi në rregull, atëherë pikpyetje e madhe, agjerimi a na pranohet te Zoti xhaleshanuhu. Për të na u pranuar agjerimi, ne duhet të sillemi mirë me njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, duke filluar nga prind, nga të afërmit dhe duke u zgjeru më gjerë. Besoj hoxhi i nderuar që publiku është një kureshtar të di, ndoshta duan të bëjnë dhe vepra vet. Si mundemi të ndihmojmë të varfërit në muajin e shenjtë të Ramazanit? Çfarë duhet bëjmë për to? Të varfërit e kanë një të drejtë te pasuria e të pasurve. Gjatë muajit të Ramazanit mund të bëjmë shumë gjëra për ta. Mund të ndihmojmë ata me zekat, me sadaka,
me ndihma vullnetare. Mund të ndihmojmë ata në mënyra të ndryshme, të gjejmë mënyra, forma që t'u zbusim atyre vështirësitë, t'u zbusim varfërinë, sepse besimtari ka për obligim të domosdoshëm ta ndihmoj të varfërin. Është mirë që çdo njeri prej nesh të filloj më së pari nga familja e afërt. Çdo njeri prej nesh në përgjithësi e din familjen e tij, të afërmit e tij, dhe nëse ka ndonjë prej tyre që është i varfër, atëherë duhet ta ndihmoj atë. Me shpërblimet e Allahut xhalleshanu i ka dy fish kur e ndihmon të afërmin, sepse ka edhe një borx që është borx i lidhjeve të gjakut, edhe një borx që është borx i Zotit xhalleshanuhu wa xhalla xhalaluhu. Andaj duhet të gjejmë mënyra të ndryshme si t'i ndihmojmë të varfrit, me pasuri, pra me zeqat, me sadakaja, me ndihma vullnetare, me iftare, me ushqim, me veshmbathje, me sa të kemi mundësi. Pra kemi shpërblime të mëdha dhe kryjmë një obligim ndaj Zotit xhalleshanu. Pse është e rëndësishme që në muajin e shenjtë Ramazanit ne të falemi ndoshta më shumë se sa ditët e tjera? Në muajin e Ramazanit ne agjerojmë, po bashkë me agjerimin bëjmë edhe ibadete, adhurime tjera. Namazi është shtylla kryesore e fesë islame. Është adhurimi i parë në Islam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, duhet i kemi parasysh dy hadithe shumë të rëndësishme. Thot në njërin hadith, men sama Ramadane imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili agjeron muajin e Ramazanit me iman, me besim, me bindje në Allahun xhalleshanuhu dhe me shpresë në shpërblimet e Allahut xhalleshanuhu, i falen mëkatet që i ka bërë më parë. Dhe hadithi tjetër thot men qama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili e fal namazin e natës gjatë muajit të Ramazanit, do të thot namazin e teravis gjatë muajit të Ramazanit, që është namaz i veçantë që falet vetëm në muajin e Ramazanit. Sunnet i fortë, namazi i teravis. Ai i cili e fal namazin e teravis me iman, me besim, me bindje në Allahun xhalleshanuhu dhe me shpresë në shpërblimet e Allahut xhalleshanuhu, i falen mëkatet që i ka bërë më parë. Gjatë muajit të Ramazanit, ne edhe jashta muajit të Ramazanit i kemi obligim faljen e 5 kohëve të namazit. Po në muajin e Ramazanit gjithmonë jemi pak më tepër aktiv dhe falemi më shumë, sidomos mundohemi që t'i falim namazet në xhami. Sepse në muajin e Ramazanit çdo vepër e ka shpërblimin më të madh. Nëse e kryjmë një fars në muajin e Ramazanit, i ka shpërblimet sikur me i kry 70 farze jashta muajit të Ramazanit. Nëse e kryjmë një vepër vullnetare sunnet që është në muajin e Ramazanit, e ka vlerën sikurse të farzit, e ka shpërblimin sikurse të farzit. Do të thotë shtohen sevapet. Prandaj besimtarët nxitojnë që sa më shumë të grumbullojnë shpërblime, sevape gjatë muajit të Ramazanit. Shembull, namazin e sabahut mundohen e falin me xhamat, namazet e tjera mundohen që t'i falin më shumë në xhami së bashku me xhamat, i ndjekin ligjëratat në për xhami të ndryshme, mundohen që ta falin namazin e teravis. Është shumë e rëndësishme kjo, që t'i japin shumë rëndësi edhe namazit, po edhe namazit të teravis, se si thash është sunnet i fortë, po gjatë muajit të Ramazanit e ka shpërblimin sikurse farzi, pra i rriten shpërblimet.
e të mundohemi që është një natë që është shumë e vlefshme në muajin e Ramazanit. Është nata e Kadrit, E doja të nata e dalë këtu. 27. Doja të dalë këtu për vlerën e natës së Kadrit. Është nata më e bekuar, është nata më e madhe, nata më me forcë. Një natë, tash nëse unë 1000 jam muaj. sa 1000 muaj. Do ma shpjegosh natën e Kadrit dhe vlerën e kësaj nate? Nata e Kadrit është nata më e madhe e vitit. Nata në të cilën ka fillu të zbret fjala e Zotit Gjellëshanuhu, Kurani i famëlart, Muhamedit alayhi salatu wassalam, sipas shumicës së dietarëve, thuhet se në natën e 27 të muajit të bekuar të Ramazanit, për herë të parë i ka ardhur shpallja nga Zoti Gjellëshanuhu. Janë kumtuar 5 ajetet, versetet e para të Kur'anit famëlart. Pra është natë vetë edhe nga emri, natë shumë me vlerë të madhe, natë shumë me peshë të madhe. Zoti Gjellëshanu për këtë natë e ka zbrit një kaptin në Kur'anin famëlart që e ka emrin El Qadr, që do të thotë vlerë, peshë, rëndësi shumë e madhe. Dhe thot Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Vërtet ne kemi shpall atë Kur'anin në natën e Kadrit. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Jo sa 1000 muaj, po më e mirë, më e vlefshme, më rëndësishme se 1000 muaj. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Natë zbresin engjujt, melaqet, nga Zoti i tyre për çdo çështje. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Ajo është natë paqë deri në agimin e mëngjesit. Është një natë shumë e madhe, natë që përcaktohet fati, risku, furnizimi, jeta, i përcaktohen besimtarit gjatë asaj nate. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam na porosi dhe thot, men kame lejletul qadri imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili e fal namazin e natës, namazin e teravis, falet në natën e Kadrit, Allahu ja fal mëkatet që i ka bë më parë. Pra është nata e faljes, nata e mëshirës, nata e pranimit të lutjeve, nata e furnizimit, riskut, nata e dëshirave, natë shumë me vlerë të madhe. Këtë natë ne duhet ta lypim, ta kërkojmë nga fillimi i muajit të Ramazanit deri në fund të muajit të Ramazanit. E në veçanti në 10 e fundit të muajit të Ramazanit, në 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit, në veçanti në netët tek të muajit të Ramazanit, duke fillu 21, 23, 25, 27, 29, shtu me radhë. Duhet mundohemi ta takojmë këtë natë. Allahu inshallah na e mundson të gjithëve ta takojmë natën e Kadrit, ta arrijmë dhe Zoti të na i pranon të gjitha lutjet. Amin. Ka ndonjë lutje të veçantë që bëhet në këtë natë? Po, ka lutje, mund të bën të gjitha lutjet. Mund të bën lutje për të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër. Po, sipas transmetimit që transmeton nga nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha, se ajo i ka thënë të dërguarit të Allahut xhalleshanuhu Muhamedit alayhi salatu wassalam, o i dërguari i Allahut, nëse e takoj natën e Kadrit, çfarë ti lutem Zotit? Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha asaj, o Aisha, thuaj, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, bujar, e don faljen, fal më mua. Pra, lutu për falje, për vete, për prind, për familjen, për të gjithë besimtarët. Pra, mund të bëjmë gjitha lutjet që janë edhe lutjet e Kuranit, lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe lutje për çdo të mirë të kësaj bote dhe botës tjetër. Çfarë është si fyri, hoqi nderuar, dhe si ndihmon ai në mbështetje të agjërimit dhe forcimin e shëndetit gjatë muajit të shenjtë Ramazanit?
Syfiri, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, hani syfir, sepse në syfir ka bereqet. Është mirë që njeriu të ngritet në syfir, si mos t'i hahet bile të pi diçka, një gotë ujë, apo të hajt diçka dhe ta bëj niyetin për agjerimin e Ramazanit. Syfiri është një ushqim i begatshëm, një ushqim i bekuar që ndihmon agjeruesin edhe agjerimin ta agjeroj pak më lehtë, ta përballoj pak më lehtë, po duhet të ketë kujdes në ushqim. Mos ta teproj me ushqim. Të haj ushqime të shëndetshme, ushqime të lehta, natyrale, të përdor pemë, perime kështu me radhë, mos ta rëndoj tepër agjeruesi me ushqim në syfir, pastaj të ketë vështirësi gjatë ditës për të agjeruar. Pra, të haj syfir. Pra është një ushqim i bekuar, i begat, dhe ndihmon agjeruesin për të agjeru muajin e Ramazanit, ditën e muajit të Ramazanit. A duhet të jenë ushqime të veçanta në iftar? Apo duhet të ham normal si që ham çdo ditë, sepse gjatë muajit shenjtë të Ramazanit tryezat mbushen plot e përplot, me lloj-lloj ushqimesh, mos themi me nga 2-3 lloje të mishrave, me nga 2-3 lloje të supave, sallata të shumta. Pse ndodh kjo? Është ndoshta ai syri unë që njeriu nuk ka ngrënë gjithë ditën dhe mendon që do i hajë të gjitha, apo ka mbetë thjesht si një traditë, apo është shkruar edhe në Kur'an? Zoti Xheleshanu në Kur'an neve na urdhëron dhe thot: Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani dhe pini, por mos e teproni, se vërtet ai, Allahu Xheleshanu, nuk i don ata që e teprojnë. Ne gjatë muaj Ramazanit nuk është muaj i hajes dhe i pijes. Nuk është muaj i ushqimit, është muaj i adhurimit. Normal se pak mundet, pra iftari e ka atë të vetën që ta zbukurojmë sofrën e iftarit, por mos e teprojmë shumë në ushqime. Është mirë praktike pejgamberit alayhi salatu wasalam që të çelet iftari me hurma ose me ujë, mas e vapës të çelet me hurma apo me ujë. Teprimi nuk është i lavdruar dhe është i ndaluar në Islam. Teprimi në çdo gjë, edhe në ushqim, po edhe në gjitha gjërat, shkapërderdhja dhe janë të ndaluara rreptësisht në Islam. Ne duhet të ham atë sa kemi nevojë, mos e teprojmë. Paramendon e pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur i ka përgatit bashortja e tij Aisha radiallahu anha ushqim dhe ka pas 2 lloje të ushqimit, i ka thënë: oj Aisha, a 2 lloje të ushqimit? Do në thot shumë. A ne, siç e thatë edhe ju, sofra e stërmbushur me ushqime, pastaj e teprojmë me ushqime, pastaj mund edhe të na dëmtoj iftarit, na bëj dëm iftarit. Po duhet kemi kujdes, pra është ndaluar rreptësisht që të bëjmë harxhime të tepërta. I muaj bekuar nuk është që ne të nxitojmë, të vrapojmë pas marketeve, pas mishit, pas ushqimeve të ndryshme kështu e kështu, dhe ta teprojmë me këto gjëra, po mundohemi që të jemi brenda normales, të ham ushqim normal, mos e teprojmë, të jemi falenderues ndaj Zotit Xheleshanu. Mos jemi përbuzës, sepse përbuzës bëhemi nëse ne shkapërderdhim, nëse ne gjuajmë ushqim, e hedhim atë ushqim, të mendojmë për ata që nuk kanë. Ta shijojmë Ramazanin ashtu si duhet, ta agjerojmë normal dhe të ham ushqim normal gjatë muajit të Ramazanit. Se më i vlefshëm është Ramazani, edhe prej qëllimeve të Ramazanit, prej dobive urtësive të Ramazanit është që ne pak të humbim pesh gjatë agjerimit, e jo të shtojmë pesh edhe më tepër gjatë muajit të Ramazanit.
Është e rëndësishme i nderuar hoç që në Ramazan të kalojmë sa më shumë kohë me familje. Pse është bërë kjo përzgjedhje? Shumë e rëndësishme. Me të vërtet, Zoti Xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar neve na thot Bismillahirrahmanirrahim. Ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. O ju që keni besu, ruani veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit, lëndë të cilit do t'jenë njerëzit dhe gurët. Pra, Zoti Xhaleshanu na porosit që ta ruajmë mas pari veten, duke edukuar veten me edukatën fetare, me edukatën islame, me edukatën e Zotit dhe të pejgamberit alayhis salam, dhe duke edukuar familjen tonë me edukatën e mirë. Si e ruajmë, si e shpëtojmë nga zjarri veten dhe familjen, duke u ruajtur prej harameve, prej gjunaheve, prej mëkateve, prej gabimeve. Ne me të vërtet kemi shumë nevojë që të kalojmë kohë me familjet e tona. Dhe për atë muaj Ramazanit e luan këtë rol shumë të rëndësishëm, pra na bashkon me familjen, na bashkon në iftar, na bashkon në sifir, na bashkon gjatë muajit të Ramazanit. Të kalojmë kohë me ta, të adhurojmë së bashku Zotin Xhaleshanuhu me familjen, të agjerojmë agjerimin së bashku, të ndihmojmë njëri tjetrin së bashku, të këshillojmë njëri tjetrin bashkarisht, të edukojmë, të ndihmojmë, sidomos fëmijët të ndihmojmë, të edukojmë, të lexojmë Kur'anin bashk, të këshillohemi mes vete, të flasim mes vete, se me të vërtet kjo na ruan neve dhe i ruan familjet tona që kemi shumë nevojë që të ruhemi në këto kohë të vështira, në këto kohë të fitneve, në këto kohë të sprovave, në kohë. Pra duhet të jemi bashkë dhe të kalojmë sa më shumë kohë së bashku. I nderuar hoç, është të thënë dhe kam dëgjuar që ka rëndësi shumë të madhe për njeriu, për nënën, për bashkëshorten e cila e gatuan iftarin apo syfirin. Ka një begati të madhe nga Zoti për njerëzit të cilët gatuajnë iftarin apo syfirin. E vërtet, nënat dhe gratë që gatuajnë iftare dhe syfire, ato kanë shpërblime të mëdha nga ana e Allahut Xhaleshanuhu wa Xhalla Xhalaluhu. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra në shumë transmetime tregon për vlerën e tyre, për rëndësinë e tyre. Andaj ne duhet shumë që t'i respektojmë ato, sepse ata pra lodhen, nuk e kursejnë veten e tyre, mundohen që sa më mirë të përgatisin iftarët dhe të përgatisin syfiret për misafirët. Ato kanë shpërblime të mëdha te Allahu Xhaleshanu. Allahu i ruaj të gjitha nënat dhe gratë besimtare muslimane. Amin. Amin, hoç i nderuar. Çfarë përfitimesh sjell Ramazani për trupin, shpirtin dhe marrëdhëniet shoqërore për fund? Le ta mbyllim si temë. Muaji i Ramazanit sjell përfitime shumë të mëdha. Përfitime shumë të mëdha edhe fizike dhe shpirtërore, edhe sociale, shoqërore, përfitime të pafundme sjell ky muaj. Pra, përfitime fizike, materiale, përfitime shpirtërore, e afron robin të Zoti i tij, e afron shpirtnisht të Zoti i tij. Përfitime sociale, na afron shoqërinë mes vete dhe kujdeset për shoqërinë. Pra agjeruesi kujdeset për një shoqëri më të mirë, për një shoqëri të shëndosh, për një ndihmojnë gjatë Ramazanit, besimtarët e ndihmojnë njëri tjetrin, e ndihmojnë shoqërinë për ata që kanë nevojë. Është muaj pra që
na afron, na bashkon, ka shumë dobi gjitha këto që i përmendet, edhe dobia më madhe është edhe shpirtërore, që na afron te Zoti xhallashanuhu, na bën njerëz të devotshëm, na bën njerëz të ndershëm, na bën njerëz të moralshëm, të sjellshëm, me karakter të mirë, njerëz human, që nuk mendojnë vetëm për vete, po mendojnë edhe për shoqërinë, mendojnë edhe për të tjerët dhe i ndihmojnë ata. Kështu Ramazani ka dobi të pafundme. Hoq, ne kemi arritur në 50 minuta emision. Unë sinqerisht jam shumë i lumtur që ju ishit në grupin e hoxhallarëve të cilët ne kemi përzgjedhur për emisionet dedikuar muajit shenjtë të Ramazanit. Unë uroj të keni shëndetin dhe t'ju kemi gjithmonë në mesin ton me këto fjalë të bukura, me këto fjalë të shmuara, sepse duke ju dëgjuar ju, jam shumë i bindur që shoqëria jonë shkon drejt asaj rrugës së drejtë ku ne duam t'i shohim të gjithë të rinjtë tanë. Ju faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua që isha së bashku me ju në këtë emision. Shpresoj që të bëjmë dobi, sadopak të bëjmë dobi, që të ngritet niveli i ndërgjegjes, vetdijes të popullata e jonë, të besimtarët musliman dhe muslimane, dhe ju uroj të gjithë agjeruesve agjerim të pranuar dhe vepra të pranuara te Zoti xhallashanuhu. Amin. E pra të dashur shikues, ne tani do vazhdojmë edhe pak për të pritur syfyrin, juve agjerim të lehtë dhe të mbar ditën e nesërme, ndërsa ne do takojmë përsëri të mërkurën e radhës në emisionin Na Më Dëgjon, përsëri emision dedikuar muajit shenjtë Ramazanit. Shpresojmë që të bëjmë vepra të bukura, vepra të mira, se sa më të mirë t'jemi, ashtu siç e tha edhe Hoxha, sa më pak egoist për veten tonë, edhe kjo botë do duket më e bukur. Takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni duke na ndjekur në për të gjitha platformat tona digjitale, YouTube, Facebook, kudo që është emisioni Ja Më Dëgjon, për të sjellur edhe hoxhallar të tjerë, por për të sjellur edhe histori në kuadër të emisionit tonë.